Fatjon Nduro i ka dhënë biznesmenit Behar Çukaj një tender me objekt të blerje karburanti për Bashkinë Patos. Ky tender dyshohet të jetë i paracaktuar pasi në këtë garë nuk morën pjesë konkurrentë të tjerë. Me gjithë problemet që kanë qytetarët e Patosit, duhet edhe një kryetar bashkie që i vjedh sistematikisht. Fatjon Nduro rezulton t'i ketë dhënë një tender të dyshimt kompanisë Olsi SHPK me objekt të blerje karburanti dizel për Bashkinë Patos dhe Agjencinë e Shërbimeve Publike Patos. Shohim që ky tender është dhënë pagar pasi vetmi konkurrent që ka fituar tenderin ka qenë Behar Çukaj. Ky emër nuk është i panjohur për drejtësinë pasi për të dyshohet se ka përfituar 35.000 metër katror tokë me letra false në mjull bathore, duke aplikuar më pas për ndërtim vilash, një investim me vlerë miliona euro. Tenderi me këtë numër reference, fond limit, kishte shifrën e 67.381.000 lekë të reja pa të vëshë. Duke hulumtuar dokumentacionin e këtij tenderi, do të shikojmë se vetë kompania e Behar Çukaj ka ofruar 66.363.000 lekë të reja pa të vëshë. Diferenca midis fondit limit dhe atij të ofruar është vetëm 10 milion lekë të vjetra, duke shtuar bindshëm dyshimet se kemi të bëjmë me një fitues të paracaktuar.